Prokuroria e Tiranës në një njoftim zyrtar bën të ditur detaje nga hetimi i nisur ndaj kreut të IMT Tiranë, Rigers Sheqeri, i cili është pezulluar nga detyra me një vendim të gjykatës së Tiranës në kuadër të masave të sigurisë, bazuar në kërkesën e prokurorit Julian Xhengo. Sipas njoftimit të prokurorisë bashkë me Sheqerin, gjykata ka vendosur pezullimin nga detyra edhe të juristit të IMT Erlion Papa, gjithçka ka të bëjë me mosveprimin e zyrtarëve të IMT-s Tiranë ndaj shkeljes së lejes së ndërtimit nga biznesmeni Pandeli Carapuli. Ndaj këtij të fundit, gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë, dalimi i daljes jashtë shtetit dhe detyrim paraqitje në policinë gjyqësore. Emri i biznesmenit Carapuli nuk është i panjohur. Ai konsiderohet si një prej biznesmenëve të privilegjuar nga qeveria. Në denoncimet e bëra, rezulton se Carapuli ka përfituar miliarde nga fondet publike përmes tenderave, por edhe ndërtimit të një prej resorteve luksoze në jug të vendit, madje duke krijuar përplasje me banorët e Tragjasit lidhur me ujin. Gjithashtu emri i Carapulit është lakuar si ndërtuesi i banesës së kryeministrit Edi Rama në Surrel. Ndërkohë, për zyrtarët e IMT, Sheqeri dhe Papa, Prokuroria e Tiranës ka ngritur akuzat për shpërdorim detyre.